Republika Arabe e Sirisë ka njohur zyrtarisht Republikën e Kosovës. Lajmin e ka bërë të ditur presidentja e Kosovës Vjosa Osmani përmes një njoftimi publik, duke cilësuar këtë si një akt historik që pasqyron sakrificën dhe qëndrueshmërinë e popullit të Kosovës për liri dhe sovranitet. Me mbështetjen e lartësisë së tij mbretërore, princit të kurorës Arabisë Saudite, Mohammed bin Selman Al Saud, sot në Riyadh, arriti marrëveshjen përmes së cilës Republika Arabe e Sirisë njeh Republikën e Kosovës. Falenderoi presidentin Al-Shara për vendimin për njohje të Kosovës dhe për mbështetjen e tij për popullin ton, ka shkruar presidenti Osmani. Ajo ka theksuar se populli i Kosovës dhe ai i Sirisë kanë vuajtur e sakrifikuar shumë për të arritur lirinë, prandaj kjo njohje është edhe një simbol i respektit të ndërsjellët mes dy kombeve. Falenderoi princin e kurorës së Mbretërisë së Arabisë Saudite që e bëri të mundur këtë akt historik ndërmjet dy shteteve tona, ka shtuar Osmani. Me këtë vendim, Kosova njihet tashmë nga 120 shtete të botës. Republika jonë po ecën përpara dhe nuk ka asgjë që mund ta ndalë, ka përfunduar presidentja Osmani teksa ka dhënë këtë lajm të rëndësishëm. Analisti politik Afrim Kasalli thotë se guximi këtyre liderëve lokal mbase është shprehje drejt për drejt edhe e mungesës së leadershipit. E para duke të çeket se rebelime të tilla kanë ndodhur vetëm në Partinë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës. Guximi i këtyre liderëve lokal mbase është shprehje e drejt për drejt edhe e mungesës së leadershipit në nivel qendror që po i shoqëron si PDK-n ashtu edhe LDK-n, ndonse në rastin e kësaj të fundit mund ngjallën dyshime se veprimet e Xhafer Tahirit në Vushtri kanë pasur miratim të heshtur nga kryetari Lumira Bixhiku, por që i njëjti ka kërkuar që një aleancë e tillë të mbetet sekrete për shkak të frikës mbi kostot politike që mund të ketë. Realisht, shkarje të tilla nuk kemi pasur rastin t'i shohim në kuadër televizjes vetvendosje ku çdo lëvizje partijake i nështrohet disiplinës qendrore në krye me Albin Kurtin, deklaron Kasolli. Fati i kryengritësve sipas Kasollit varet nga shumë faktorë. Ai thotë se përçarje të tilla para se të ndikonin në koalicione eventuale stabile qendrore, në fakt në këtë fazë i japin një përparësi solide lëvizjes vetvendosje. Sidoqoftë, fati këtyre kryengritësve do të varet nga shumë faktorë të tjerë. Nëse dominon kalkulimi se humbja mund të jetë më e madhe si për partinë ashtu edhe për drejtuesit e saj, nuk përjashtohet mundësia që të riafrohen përsëri palët antagoniste. Prandaj dhe kryetari PDK-s Memir Krasniqi ka filluar ta ndjek një strategji shfaqësimi se Ramiz Ladrovci nuk e ka përjashtuar askush, por ai është larguar me vullnet të vet, pra që bara e përgjegjësisë më shumë të bie mbi kryetarin e Drenasit. Megjithatë, përçarje të tilla para se të ndikonin në koalicione eventuale stabile qendrore, në fakt në këtë fazë i japin një përparësi solide lëvizjes vetvendosje, sepse oponentët e saj, në vend si ti kanalizojnë energjitë e tyre politike për të ballafaquar me Albin Kurtin, ato i rikthejnë tensionet brenda tyre, çka e fragmentanizon forcën e tyre reale politike. Kjo është arsyeja që kryetari i LDK-s po mundohet ta marginalizojë efektin publik të Vushtrisë, por se do të ketë sukses, mbetet e paqartë, shprehet analisti. Autonomi për liderët lokal, por jo kundër interesit partjak. Ndërsa analisti Nexhat Haziri rastet nuk i konsideron të ngjashme, por ai thotë se ka qenë e mundur shitblerja deputetëve individualisht jashtë vijës partjake për të votuar qeverinë Kurti 3. Mosshikja e votës për interesa personale kundër partisë sipas Hazirit është lajm i mirë. Nëse ju referohemi rastit të Ramiz Ladrovcit dhe PDK-s me atë të Xhafer Tahirit dhe LDK-s, shohim se nuk janë të ngjashëm. Megjithatë, përtej kësaj do të duhet të marrim shembull seancën e fundit të kuvendit në cilën u provua për të votuar qeveria Kurti 3 pa marrëveshje politike, duke u bazuar apo varë shpresa tek shitja e blerja e deputetëve individual që mund të dalin jashtë vijës partjake, dhe kjo nuk ndodhi. Dhe është lajm i mirë se skena politike në Kosovë ka filluar të maturohet dhe blerja e shitja e deputetëve individual për interesa personale të tyre, duke dalë kundër qendrimit partjak, kundër votës atyre që kanë votuar tashmë i takon të kaluarës, deklaroi Haziri. Ai shton se demokracia e brendshme në Kosovë lë për të dëshiruar. Sa i përket rastit të Ramiz Ladrovcit në Drenas, PDK-ja dëmtoi veten për shkak të ndikimit të madh të Samil Ushtakut, i cili, duke goditur Ramiz Ladrovcin, tentoi të shtynte interesat e tij personale e financiare që kishte në Drenas dhe për të promovuar si bajraktar i Drenicës, gjë që nuk ndodhi edhe për shkak të një vetdije të lartë demokratike e qytetarëve që treguan
qytetarët e Drenasit, ndërsa në rastin e Xhafet Tahirit në Vushtri u pa hapur ndikimi nga jashtë, pra jashtë LDK-s, dhe ky qëllim ishte për ta dëmtuar LDK-n dhe për të krijuar një atmosferë përçarjeje në procesin e balotazhit për zgjedhjet lokale, por edhe në prag të mbjetesës në seancë ku do të votohej qeveria Kurti 3. Në parim, unë mbështes një autonomi që duhet të ketë lider lokal, por jo autonomi duhet të ketë për baza dhe interesat e partisë. Ndryshe, nëse duhet që çdo lider lokal të vendosë krye në veti, atëherë çfarë kuptimi ka një organizim partijak, ideologji programore e tjerë? Demokracia e brendshme që në partitë tona lë shumë për të dëshiruar nuk kupton proces të brendshëm zgjedhor demokratik, respektim dhe hapësirë për mendim ndryshe, forcimi i debatit të brendshëm, vendime konsensuale, dhe këto nuk i gjejmë tek të gjitha partitë, përfundon analisti.